Në prag të Kurban Bajramit, kur humanizmi, solidariteti dhe ndihma ndaj njëri tjetrit marrin kuptim edhe më të madh, organizatat humanitare luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e familjeve në nevojë. Një ndër organizatat që prej vitesh kontribon në këtë drejtim është organizata humanitare El Hilal. Dhe sot me mua në studio kemi zotrin Ali Sadiku, zëvendës kryetari i organizatës humanitare El Hilal, ku do të flasin për gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me paragë të festës Kurban Bajramit. Mirë se erdhët i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë që ju gjetëm dhe i falenderoj për ftesën që një keni bërë. Atëherë në ditët e sotme kur sfida sociale dhe ato ekonomike po prekin shumë familje, sa mendoni se është i rëndësishëm roli i organizatave humanitare si ajo e juaj që ju e përfaqësoni, El Hilal, në mbështetjen e qytetarëve dhe në forcimin e solidaritetit në shoqëri? Çdo mend se solidariteti është një ndjenjë thellë e bamirësisë e cila gjendet tek secili prej nesh. Organizata humanitare El Hilal mundohet që nëpërmjet aktiviteteve të saj që këtë ndjenjë të solidaritetit ta nxjerrë në shesh, dhe ne edhe në emisione tjera kemi përmendur se luajmë rolin e urës ndërmjet skamnarit dhe atyre të pasurve. Çdo mend se jetojmë në këtë kohë në të cilën kemi raste të cilët kanë nevojë të ndihmohen, kemi raste të cilët paraqiten, kemi raste të cilët ne mundohemi sadokudo që u lehtësojmë dhimbjen e tyre të skamjes. Çdo mend se gjatë emisionit do të tregojmë edhe ma konkretisht rreth aktiviteteve të tjera të El Hilalit. Patjetër kemi kohë. Kurban Bajrami njihet si festë e sakrificës, humanizmit dhe ndarjes me të tjerët. Si reflektohen këto vlera në aktivitetet që organizata juaj realizon gjatë kësaj periudhe? Po, ashtu siç e theksuat, Kurban Bajrami është një festë ku më së shumti vjen në shprehje solidariteti, më së shumti njerëzit mundohen që nëpërmjet sakrificës së tyre të japin më të mirën e tyre, pasurinë e tyre. Çdo mend se organizata humanitare El Hilal tashmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekziston që 35 vite. Këtë vit e kemi vit jubilar dhe një prej aktiviteteve programore e ka edhe aktivitetet e Kurban Bajramit, në të cilën fillimisht bëhet qarkore, u dërgojmë 16 degëve të cilët i kemi në tërë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut, ku kërkohet nga secili aktivist që ta angazhohet të fillojë fillimisht me përpilimin e listave të skamnorëve, të jetimëve dhe të atyre të cilët kanë nevojë. Në këtë rast s'do t'i harrojmë edhe studentët, i kemi pjesë të aktiviteteve tona. Pastaj të bëhet mjete financiare në lidhje me kurbanën. Apelohet tek donatorët që të na ndihmojnë me ndihma të ndryshme, duke filluar nga ndihmat ushqimore, nga ndihmat me mjete higjienike, rroba dhe këpucë. Çdo mend se tash për momentin derisa jemi duke e zhvilluar këtë emision, në për disa degë vetëm se kanë filluar këto aktivitetet të shpërndarjes ndihmave humanitare, pakove ushqimore, ndihmave me mjete higjienike, këpucëve, veshmbathjeve, rrobave e kështu me radhë. Ne si organizatë humanitare mundohemi që këtë emanet, ata të cilët na autorizojnë edhe për therrjen e kurbaneve të tyre ta kryjmë ashtu siç i duhet edhe nëpërmjet parimeve fetare, nga se është një, para së gjithash është një obligim fetar para Zotit tona, para Zotit të gjithësisë, në mënyrë të duhur e kryjmë këtë emanet, të cilën emanet pastaj e shpërndajmë në 16 degë të tona, atje ku kanë nevojë dhe atje ku duhet të dëbërtojë ndihma e jonë. Të gjithë ata të cilët ende nuk e kanë kryer
emanetin e tyre, rreth therrjes kurbanëve, i ftoi le të urdhnojnë në për 16 degët El Hilalit, jemi në shërbim të tyre deri në ditën e parë të Kurban Bajramit. Do të thonë jeni të hapur për t'ju dalë në krah në ndihmë familjeve që kanë nevojë. Edhe ata të cilët dojnë ta dhurojnë emanetin e tyre, jemi në krah të tyre, edhe ata të cilët kanë nevojë që t'i shijojnë, t'i shfrytëzojmë këto të mira të kurbanit, le të urdhnojnë në zyrët tona, i regjistrojmë dhe amaneti i tyre do të shkojë në vend. Gjatë festave shpesh flitet për gëzimin dhe atmosferën festive, por ka dhe familje që e presin të themi festën në kushte të vështira ekonomike. Sa e ndjeni përgjegjësinë si organizatë që jeni pranë këtyre familjeve pikërisht në këto momente? Çdo mend se ne gjatë kësaj periudhe hasim edhe familje të cilët jo e kanë gjendjen e mirë sociale, po ka edhe nga ata të cilët edhe pse e kanë gjendjen e tillë nuk trokasin në derën tonë, mirë po ne në përvend banimet tona e njohim njëri tjetrin dhe i vizitojmë edhe ata të cilët e ruajnë krenarinë e tyre. Ndoshta nuk kanë e ruajnë krenarinë e tyre, mirë po ne i vizitojmë edhe ato familje, i ndihmojmë edhe ato familje. Bile mundohemi fshehtazi ta bëjmë këtë, mos së tepër me e bëjmë natën, që mos na shikojnë njerëzit sepse tek e fundit këtë humanitet, këtë bamirësi, këtë solidaritet nuk e bëjmë për njerëzit, por e bëjmë për krijuesin tonë dhe çdo mend se i prekim të gjitha ato familje të cilët i dim kemi njohuri, ato familje të cilët nuk kemi njohuri, zatëm edhe s'kemi obligim ndaj tyre. Cilët janë aktivitetet e organizatës humanitare El Hilal gjatë festës Kurban Bajramit? Çfarë keni do më thënë gjatë ditës së parë të Bajramit, por edhe në kohësisht ju nuk jeni aktiv vetëm në festën e Kurban Bajramit, por edhe keni edhe aktiviteteve tjera që ju dilni në ndihmë qoftë studentëve, qoftë jetimave, qoftë familjeve që kanë nevojë. Po, organizata humanitare El Hilal në prag të festës Kurban Bajramit është duke zhvilluar shpërndarjen e pakove ushqimore, shpërndarjen e veshmbathjeve dhe çdo mend se ditën e parë të Kurban Bajramit fillon therrja e kurbanave dhe atje do të shpërndahet mishi i kurbanit ku sipas Komisionit Qendror të Organizatës Humanitare El Hilal është sill vendim që në çdo qese të Kurban Bajramit të ketë 5 kg mish për secilën shtëpi të cilën e dajmë kurbanin. Na paraprakisht e kishim aktivitetin programor të Ramazanit. Organizata humanitare El Hilal në këtë aktivitet programor organizoi shpërndarjen e pakove ushqimore, organizoi iftarët tradicionale në të cilët iftare morën pjesë skamnorët, jetimët, studentët dhe shtresa të tjera të cilët i shfrytëzuan këto iftare të organizatës humanitare El Hilal. Organizata humanitare El Hilal e ka si aktivitet të saj programor 7 marsin, ditën e mësuesit, ku në për shtëpit botuese dhe në për personalitetet të ndryshme të cilët botojnë libra, kërkon librat e tyre, të cilët i të bon dhe ka komision ENKAS, i cili i ban klasifikimin e librave dhe këto libra, diku nga 100 libra, u andan shkollave të cilët nuk kanë biblioteka. Dhe kjo mbi 25 vite si aktivitet ekziston në organizatën humanitare El Hilal. Pastaj përveç kësaj me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit, i dekorojmë dikun 3 ose 5 mësues për aktivitetet të tyre që i kanë zhvilluar dhe që kanë pas lidhje me organizatën humanitare tonën, në të cilën ndjenjen e humanitetit u ka mbjell edhe gjeneratave që vinë pas neve, fëmijëve. Gjithashtu organizata humanitare El Hilal si aktivitet të saj programor që pritet pas Kurban Bajramit të zhvillon është sunetimi falas i fëmijëve. Organizata humanitare El Hilal gati që 25 vite me shumë sukses e kryen edhe këtë aktivitet, herëve të kaluar me qytetin e Bursës,
Kurse vitin e kaluar kemi filluar një aktivitet me qytetin e Konjas, Republika e Turqisë, ku dikon 300 fëmijë, skamnor, jetim dhe shtresat të tjera të cilët kanë nevojë, vinë tek ne, i regjistrojmë, pastaj porosisim rrobat e sunnetisë, në mënyrë tradicionale organizojmë edhe darsmën e madhe të sunnetisë në Kalanën e Shkupit, në të cilët vinë edhe shoqëri kulturore artistike, pastaj lexohet pjesë nga libri Kurani famëlar, bëhet lutja e sunnetimit dhe marrin fjalime nga të gjithë ata të cilët vendosim për atë vit të mbajnë fjalime, dhe ditëve në vijim pastaj konkretizohet aktiviteti i sunnetimit në për të gjitha 16 degë të cilët i kemi në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për aktiviteteve tjera programore që i ka organizata humanitare El Hilal, që është shumë e rëndësishme për mua, janë bursat studentore. Dhe çdo mend se më së shumti nevojë në këtë nënqiell kanë studentët. Organizata humanitare El Hilal gati 25 vite dhe ki aktivitet realizohet në mënyrë perfekte me 16 degë të cilët i ka, studentët të cilët e kryjnë vitin e parë të studimeve, vinë ka kritere, dhe më thonë, paraqesim konkursin, paraqiten dhe komisioni adekuat i zgjedh nxënësit të cilët kanë nevojë, po edhe sugjerimet e degëve të cilët e sugjerojnë ndonjëherë nga studentët për bursa. Gjithashtu organizata humanitare El Hilal ka dhe aktivitete të lloj-llojshme gjatë periudhës nivjeçare, sepse ne si organizat i kemi edhe organet tona, kemi kryesinë qendrore ose këshillin drejtues, kemi këshillin e ngushtë, i kemi 16 degë, se disa herë u desh me përmend 16 degë, dhe e kemi kuvendin e organizatës humanitare El Hilal, dhe gjithë kjo bëhet në mënyrë vullnetare. Do të thonë, askush nga këta aktivist nuk paguhet nga organizata humanitare El Hilal. Do të thonë, gjithë bëhet puna në mënyrë vullnetare. Vullnetare. Mund të na thoni se sa bashkëpunoni edhe me organizatat humanitare tjera, qoftë ato vendase, qoftë edhe jashtë vendit? Po, dhe kjo është një segment tjetër. Ne me organizatat vendore vazhdimisht jemi në bashkëpunim. Kemi bashkëpunuar edhe në aktivitete më të mëdha, shembull e kemi rastin e tërmetit i cili ndodhi në Shqipëri, me të gjitha organizatat humanitare të vendit tonë, e formuan një këshill koordinues, në të cilën edhe isha dhe udhëheqi i këshillit koordinues. Pastaj kemi pas organizime edhe për protestat në Gaza, kemi pas organizime edhe të tjera edhe për Turqinë, kemi pas organizime, mos ta harroj, edhe në Hasanbek të Shkupit kur ndodhen vërshimet, në Tetov kur ndodhen vërshimet, domethënë ne si organizata humanitare jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me organizatat vendore, po edhe me organizatat jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, por nuk do të përmendi emrat e tyre, për arsye... Ajo që është me rëndësishme është se bashkëpunoni. Bashkëpunojmë, po. Mund të na thoni se pasi që ju jeni edhe në teren gjatë gjithë kohës, dhe a mendoni se festat fetare i ofrojnë më shumë njerëzit me njëri tjetrin, po jo vetëm festat fetare, por edhe pjesa e humanizmit, të themi, gjatë aktiviteteve të ndryshme, të themi se ofrohen njerëzit me njëri tjetrin? Çdo moment ne si popull shqiptarën do ta them këtë se humanitetin, solidaritetin ne kemi në shpirt. Dhe sidomos ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e kemi treguar veten edhe gjatë të krizave që ndodhen në Ballkan. Në luftën e Bosnjës, shqiptarët e Maqedonisë kemi pranuar refugjat që si kemi njoftur. Në luftën e Kosovës kemi pranuar të dëbuar me dhunë, edhe ata nuk i kemi njoftur. Dhe solidariteti ka qenë vetia jona gjithmonë. Por s'do mend se në festat e Bajramit, ky solidaritet del në pa më tepër.
Ki solidaritet del në veprimtari më tepër, ndezet ajo flaka e solidaritetit më tepër kur vinë festat, nga se ne pjesa dërmuese, mos të them të gjithë, jemi shqiptarë që jetojmë në Maqedoninë e Veriut, jemi të besimit islam dhe ne frymëzohemi nga libri qiellor, nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ndjenjë në festat fetare zhvillohet më tepër. Më tepër, cilët janë synime dhe projektet e ardhshme të organizatës humanitare El Hilal? Zdo mend se organizata humanitare El Hilal, synimet e veta i ka që të krije aktivitetet e saja programore. Dykon 10 aktivitete tona programore kemi, dhe do të mundohemi që ditët që na kanë mbetur të Kurban Bayramit të shfrytëzojmë që ti marrim amanetet të cilët dëshirojnë të dorëzojnë njerëzit human dhe ti dërgojmë atje ku e kanë venin dhe atje ku duhet të shpërndahen. Nuk dua të largohem nga kjo emision për ta përmendur një rast për mua shumë me rëndësi. Bëhet fjalë për një aktivist tonin të ndjerë, Arif Zhuta, i cili vjen nga Veleshta e Strukës. Ai ka dhënë aktivitet shumë të madh në Karadakun e Shkupit dhe Karadakun e Kumanovës, po ajo që motivoi ta përmendi këtë personalitet shumë të madh, ishte ajo që gjatë ardhjes në emision më shkoi mendja kur vike koha e Kurban Bayramit, ai fillimisht filloi ke për vetës. Kështu ta them sinqerisht, i nxirke përdori me para, i nxirke 500 euro, i thirke vajzat, i kishte në gurbet, unë dhash babit për veti ka, që ju sa do t'jipni? Filloj ke nga rrethi vet familjar. Nga rrethi vet më i ngushtë. Më i ngushtë. Dhe pastaj të tjerët hiç pa i thonë i jipshin dhe ja patën lënë emrin Lipsi i popullit. Dhe sa e shifshin ata non stop njerëzit, sidomos kur vinte Kurban Bayrami, i jipshin kurbanet të cilët në Karadak të Shkupit dhe të Kumanovës dikun 10 vite ka shpërnda mbi 150 kurban. Inshallah Zoti e shpërblen për këtë aktivitet. Dhe aktivistë të tillë kemi, zatën aktivistë të tillë neve na motivojnë që të vazhdojmë me aktivitetet tona humanitare të cilët i zhvillojmë. Çfarë ju shtyn juve konkretisht të jeni pjesë e kësaj organizate El Hilal dhe për t'ju dalë në ndihmë të themi edhe nevojtarëve? Një prej arsyeve kryesore është sepse edhe ne jemi njerëz, edhe ne jemi nga ky popull, të cilën e dim historinë e popullit tonë, sa është i vuajtur dhe sa ka vuajtur. Dhe nuk jemi nga ata të cilët rrim anësh kur populli jonë vuan. Nuk mund të rrim anësh kur populli jonë i nevojitit diçka. Sa herë që ka nevojë populli jonë, ne jemi ata të cilët e ndihmojmë në atë formën tonë. E ne kemi zgjedhur humanitetin, që nëpërmjet humanitetit ta japim kontributin tonë atje ku ka nevojë dhe atje ku na kërkon nevoja. Ku mund të drejtohen gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë të kontribuojnë pikërisht në organizatën humanitare El Hilal? Të gjithë qytetarët të cilët dojnë të kontribuojnë mund të drejtohen tek zyret e organizatës humanitare El Hilal, zyret qendrore, zyret e degëve të organizatës humanitare El Hilal. Du të kisha veçuar degën e Shkupit në Çajir që gjendet, pastaj degën e Tetovës, degën e Kosivarit, ne kemi degë tjera edhe në Karshia, kemi degë edhe në Gazibab, kemi degë edhe në Kumanov, kemi degë edhe në Prirep. Po të themi që ajo qendrorja është në Shkup. Qendrorja është në Shkup. Në Shkup. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj në prag të festës Kurban Bayramit? Në prag të festës Kurban Bayramit fillimisht e lut Zotin që haxhit të cilët gjenden sot në Qabën e bekuar, Zoti t'u pranon lutjet dhe t'i kthen me ibadete të pranuara, me adhurime të pranuara, kurse ne që jemi këtu, ata të cilët kanë vendosur ta thërin kurbanin, Zoti u pranoft këtë sakrificë, kurse neve Zoti na mundsov që të bëjmë vetëm vepra të mira dhe të shifemi në punë të mira. Ju faleminderit edhe një herë shumë që ndatë kohë që të ishit pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës dhe shpresojmë që aktivitetet nuk do t'ju ndalë dhe ne jemi gjithmonë dhe ju gjithmonë keni qenë të hapur për gjitha aktivitetet, për të parë për punën e juaj që ju bëni gjatë gjithë kohës në teren. Ju faleminderit. Ju faleminderit edhe juve.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj një ditë të mbar. Mirëmbëjtje deri ditën e nesërme.